dy të dashura po kërkon të tretën dhe kush jemi ne ta ndalojmë. Aleksandër, të ftoj të vish këtu. Aleksandri ka qenë gjatë gjithë rrugtimit të tij nga Lapraka për Top Channel me një zarf në dorë. Jo më kot është veshur edhe si postier. Si postier. Faleminderit Aleksandër. Aleksandri është i veçantë shumë. Jo, thash një herë që ka dy të dashura, do një të tretë, çfarë ironie që vjen më një herë pas takimit të Blendit. E çuditshme me. Por në zarfin e Aleksandrit ka një sfidë të vogël. Aleksandri është sfiduar. Mund zbresësh nga bicikleta, Aleksandr? Ma mua mund t'ulem nga bicikleta jote? Taksirat, bu kam valet. Se ta moj unë. Mbaj unë. Më mirë femrat, ka më qëndrueshmëri. Qa? O, ti hon kra qeropat. Aleksandr, ke eja këtu? Patjetër. Ke një zarf në dorë, ku ka prezantuar veten me 1000 fjalë. Është një ese, të cilën Aleksandri do duhet tani ta lexoj përpara vajzave për 1 minutë. Patjetër. Je gati, Aleksandr? Gati kur do herë. Të ftoj të dalësh vajzave përballë. Patjetër. Aleksandri është shumë i veçantë, ju se njihni akoma. Më thej që s'do kisha turp nga kamera, Aleksandr. Jo, më çak turp. Përshëndetje vajza, si jeni? Kënaqësi t'ju shoh. Aleksandër Lekmullaj. Alesiander. Aleksandër është si puna e orës, por pa kohë, me pak fjalë ose me një të vetme, e përbër kundra pedal. E konsideroj vetveten një potencial unik që rrjedh në lumin e dashurisë. Në të njëjtën kohë i ndërlidhur me Zotin. I shkrirë në liri besim maksimal tek forca individit, tek fryma, tek trupi, tempulli ynë i mishërimit. Po ashtu Leka, ose do 2 emra, Çun Tirone, së fundmi spanjoll, i rritur me përkushtimin e dashurisë në sakrificë nga një nën hynore që përqafon çdo ditë jetën. Besoj fuqimisht tek qenia femër, që në rrugtimin tim si mashkull, është kryefjalë e shpalosjes së energjisë time artistike. Minuti u kry. Në klapa është muzë e netëve të mia poetike në të vetmi, shoqëruar me tym duhani dhe raki. Ky është Aleksandri. Dhe faleminderit. Urojmë. Më drithërove mua, Aleksandr, mendo që mund t'i kesh bërë vajzave, edhe pse i pari që reagoi ishte i ndriti. Qaropët, unë një por qarop ka me t'i pu kur t'vje. Një por qarop, herën tjetër, që syza, që të syza ashtu? Sa syza ke vënd? Një janë, por shumë funksionale. Një dyshe. Kë ke mundu më e koruës pak, po, si e bash? Është pjesë e karakterit, pjesë e stilit. Qysh këtu kostum me ato atletë, qa e ka bënë, vëllah? Marthujmi se e në jasë na bët interesanti këto. Po ashtu dhe çorapat. Për estetikën këtu mund të flasë vetëm Krisi, jo ti Indri. Nuk e di çuna çfarë ju ngacmoi Aleksandri që e ndjet nevojshme të gjithë sidheni përpjet. Mbase ju provokon diçka, ndjesi të fshehta brenda vetes që askush tjetër nuk e ka bërë më parë, sepse Aleksandri është 1 në 1 milion dhe ju ta respektoni nga ky moment e tutje, okay? Po, duket. Aleksandr. Faleminderit Megi. Ke ardhur nga Lapraka me bicikletë. Pse? Sepse është dyrotaku im që shoqëron gjithë jetën. Përfitoj çdo mundësi nga ajo. Pa pagesë. Jeton në një rulot. Natyrë. I gjallë me natyrën dhe posedues i një potenciali fizik që gjithkohës është në rritje dhe në kapje të mundësive që të fal jeta. Do shumë rezistencë që të vish nga Lapraka në Top Channel me bicikletë. Patjetër. Dhe gjithmonë zgjedh mekaniken. Edhe në Barcelonë gjithmonë mekaniken. Dhe i gjithë ky potencial jeton brenda një rulote. Diku në Laprak, nga ato makinat që jetojnë njerëzit brenda. Po, pse kjo zgjedhje, Aleksandr? Kjo zgjedhje sepse i jep kuptim pakësisë, me pak fjalë lesizmor edhe aty në ndërlidhjet e mia me rulotët që janë shumë vjeçare, kanë nisur herët, me kalimin e kohës dhe rrugtimet e pafundme me rulot në gati në gjithë Europën dhe pjesë të madhe të mirë të Shqipërisë, kuptova që është gjithçka për mua dhe asgjë në të njëjtën kohë. Më fol pak për 2 të dashurat e tua. Njëra në Barcelonë, tjetra në Tiranë. Pjesë e dashurisë time, e filozofisë time se si jetoj unë jetën, pak a shumë si një gitan spanjoll, kanë qenë pjesë e rrugtimit tim dhe do jenë gjithmonë besoj, në të mirë dhe në të keqe siç kemi qenë dhe rrugtuar dorë për dorë me njëri tjetrin, po ashtu si në Barcelonë
me të shtrenjtën time ma shëri Angelique, edhe po ashtu dhe me bashkëtuesën në Tiranë që nuk është nevojë ta bëjmë publike. Jo, me ki më fal pak, të lutem. Ja të Do dalësh pak përpara Laertit, të lutem? Përballë Laertit. Po ka diçka që po e humbasim, që Aleksandri... Do ta shuaj budalla patjetër. Të lutem, Aleksandër, qëndro me fytyrë nga kamerat, të Ai ka lutem. të dashur pse këto ishin budalla. Jo, Aleksandër, ri në Se ato këmbë. kanë Ose bëj 3.000. çfarë duash, mirë. Raps ke kuptuar gjë. Quaj budalla? Është e kundërta. Aleksandër, Një budallash ka se më është një dëgjoni djalë që pak, mashtroi mëse të trejave. po humbisni thelbin. Aleksandri është konkurrenti i parë në historinë e përputhet që është poligam dhe do të vi në program për të gjetur të dashurën e tretë. Ai është i qartë, ndryshe nga Blendi, ai nuk hallakat asnjërin, ai mban përgjegjësi për secilën. Dhe fati i madh për ju është që i ka të ndara gjeografikisht. Domethënë, na u bën Pra tjetër secila blank merr, këtu. jo, Bravo. s'është njësoj, më dëgjoj me vëmendje. Secila nga partnerët e Aleksandrit merr vëmendje maksimale. Ai është Përkushtim transparent maksimal. dhe ato përkushtim maksimal dhe ato e njohin shumë mirë pozicionin e secilës. Dhe Aleksandri di që kohën e tij ta ndajë në mënyrë shumë eficiente për të dyja ato dhe do bëhet 3 bashkë me një fatlume në këtë Edhe studio. Aleksandri- Apo jo Aleksandër? Edhe Eduard Rokitje për Aleksin? Ja çoj bicikletën atje Megi, doja të thoja vetëm diçka. Atëherë unë që kam pus Faleminderit, Josipin, kam pus Blendin, mund pus edhe të tretin edhe Laert mos fol më të lutem. Faleminderit. Patjetër, bravo!